Fëmijët janë manifestimi më i bukur i gëzimit të Ramazanit, i cili për besimtarët musliman fillon sonte me faljen e teraviz dhe syfirin e parë. Këtyre qasteve të begata shpirtërore, Muftinia e Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar u ka paraprir me aktivitete të shumta, që besimtarët i presin me padurim si shenjë e ardhjes së muajit të shenjtë. Sot në shkollat e qytetit u ndan dhurata simbolike për nxënësit si pjesë e aktivitetit të përvitshëm në ombrellën e Ramazanit. Solemniteti qendror i këtij aktiviteti u zhvillua në shkollën fillore Ismail Qemali, ku ishte përgatitur edhe një program i pasur fetar. Të gjithëve u takoj, por asnjërit nuk jam. Jam ndezur në qiell, për të ndriçuar në tokë. Me heshtjen dashurohem, kur kam shumë për të thënë. Unë, përveç se i zgjedh ushqimet, guxoj të jem edhe uritur. Durim do me thënë, të jeshim i sjellshëm, kur jetu i pritur. Se shpirti im është dini, e trupi imani. Ngjarja u ndoq nga afër nga përfaqësues të Muftinisë, komunës, shkollave dhe mysafirë të shumtë. Muftui i Muftinisë së Gostivarit Sabaudin Zendeli tha se dhuratat për fëmijët janë simbolike, por reflektojnë bashkëpunimin e mirë ndërinstitucional dhe synimin për të formuar personalitete të shëndosha dhe një të ardhme më të ndritur për shoqërinë. Janë tre institucionet ata të cilat gjithmonë janë faktorët kyç dhe relevant në ngritje të një personaliteti shëndosh. Ajo është familja, që këta fëmijë na vinë nga një institucion shumë me rëndësi, që fillet e identitetit dhe karakterit të tyre i ngrisin në familjet e tyre. E dita është shkolla ku na jep njohurinë, kulturën, ngrit karakterin tonë. Dhe e treta është institucioni shpirtëror, feja, ajo e cila ja përcakton përkatësinë e tij dhe jep identitetin e tij fetar. Këto janë tri faktorët kyç për të ngritur një personalitet shëndosh. Për atë sot është kënaqësi që në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, në formë simbolike, nga kjo shkollë me ju bashkërisht, do të nisim kënaqësinë e muajit të bekuar të Ramazanit. Me gëzim, me lumturi dhe me hare në gjitha familjet tona, dhe i madhi Zot na lehtësoft agjërimin e këtij muaji, gëzimi dhe lumturia mbretëroft mbi çdo një familje muslimane në Gostivar, por edhe më gjerë, dhe i madhi Zot na i bëft kabull, siç thuajmë, na i pranoft agjërimet dhe adhurimet tona. Hafsa Rushiti, profesoreshe etikës së religioneve në shkollën fillore Ismail Qemali dhe koordinatore e projektit në ombrellën e Ramazanit, u shpreh e kënaqur që ky projekt është një gërshetim i bukur mes të gjithë institucioneve që kujdesen për edukimin e gjeneratave të reja. Është nder dhe kënaqësi e shkollës tonë që të i bëhemi një urë lidhëse mes tre institucioneve më të rëndësishme të vendit tonë, si komuna, shkolla dhe Muftinia. Prandaj, kjo nuk është vetëm një manifestim tashmë tradicional i joni, por është një kënaqësi dhe një nder i madh për të gjithë mësimdhënësit që janë këtu, nxënësit të cilët e ndjekin ligjëratën e etikës së religioneve, po ashtu edhe të gjithë mësimdhënësve të cilët janë prezent sot këtu, por edhe ato të cilëve nuk janë. Ramazani nuk është vetëm një muaj agjërim, por një rrugtim shpirtëror që na mëson të duam, të ndajmë dhe të rritemi së bashku në vlerat e larta njerëzore,
Andaj, nxënësit e shkollës fillore Ismail Qemali ju përgjigjen dhuratave të Ramazanit me vepra arti, të krijuara me talentin dhe dashurinë e tyre, duke kthyer kështu një mesazh mirënjohje dhe bashkimi shpirtëror.